Vetë qytetarët vlonjat ndihen të rrezikuar për çdo ushqim që konsumojnë pas skandalit me mishin e pulës me salmonel. Ata ngrenë shqetësimin se produktet nuk janë të sigurta, ndërsa apelojnë autoritetet që të shtojnë masat dhe kontrollet, duke garantuar sigurinë ushqimore në vend. Ky është një problem i përhershëm, por si popull duhet të shohim që punohet, që kontrollohet, që denoncohet. Këto mungojnë. Kështu që mos mendoni se u kap një problem edhe problemi është ky problem që u kap është një pasqyrë e situatës. Siguria ushqimore është një temë shumë e gjerë, shumë e gjerë. Unë për vete jam i sigurt. Këto që shkruajnë e bëjnë e dinu mirë se mua. Unë ndejt vetën të sigurt. Se jeni sigurt? Nuk unë bën gjë kaq. E shikojt e shëndetin. A krijuar trupi imunitet nga të gjitha? Po ndofta edhe ajo. Po nuk jemi të sigurt se nuk bëhen kontrolle, nuk janë bio, shumë gjëra, edhin pesticidet jashtë norme. Qatë themi ne? Edhe rasti i fundit i pulave, i marrin supermarketet, ato që nga ngjyra duken që nuk janë, kur vetë blesh mish, nga ngjyra duhet ta shikosh radh parë që bën apo s'bën. Ka të sigurt kemi në gjëra që ne konsumojmë. S'jemi fare. Do ham barë si që na i ka lënë në veri, ja, barin. Është edhe rasti i fundit të këto pulat me salmonel. Askush nuk i kontrollon, çfarë të them unë? Zero siguri. Sepse dhe datat e skadencave janë lere, mos e pyet. Po faj shtetit, i kujt është? Që nuk bën kontrollin në supermarkete. Sipas tyre, ka nisur braktisja e marketeve, ndërsa u janë drejtuar dyqaneve që tregtojnë mish të freskët, ndërkohë që pulat aktualisht janë jashtë vëmendjes së tyre. Po sipas qytetarëve, shumë biznese abuzojnë dhe me datat e skadencave. Në këto kushte, vetë qytetarëve u duhet të tregojnë një kujdes të shtuar për produktet që konsumojnë. Edhe pse ka pasur përpjekje për të mbikëqyrur tregjet dhe garantuar sigurinë ushqimore, mbrojtja e konsumatorit vijon të mbetet ende një problematik në vend.